fushatëve dhe fushatës së 9 nëntorit. Për të diskutuar për emrin që mund të jetë përbashkues në zgjedhjet e pjesshme në Tiranë, por edhe në bashkitë e tjera sa e takon garës zgjedhore, në Art Ndoka na bashkohet në këtë momente për të diskutuar për emrin potencial, por edhe pozitën ku ndodhet sot gjithë fronti opozitar. Faleminderit që jeni me ne. Kënaqësi, faleminderit ju. Nga kronika që kishte përgatitur kolegu Ardit Hoxha, rezulton paktën nga fjalimi i zotit Berisha që nuk do të bojkotohen këto zgjedhje, ky proces zgjedhor. Si mendon se do të dalë opozita në të 6 bashkitë që të zhvillojnë këto zgjedhje dhe a është vërtet një garë për të parë se ku është pozicionuar sot gjithë fronti opozitar pa dallim? Unë kam përshtypjen që edhe vetë Berisha ka bën herë që thotë që nuk do t'i bojkotohen zgjedhjet, që i jep një lloj garancie të Ramës dhe Partisë Socialiste që të bëjnë çfarë dojnë, vazhdojnë avazin e vjetër. Opozita nuk do të futet pa standarde në zgjedhje. Se nuk është kjo fjala ti bojkotojnë, nuk është arsye që ti bojkotosh zgjedhjet. Je institucion, opozita kontrollon procesin, madje në gjysmën e territorit e drejton vetë procesin, në bazë edhe këtij kodi zgjedhor të famshëm, kështu që kur nuk ke standarde zgjedhësh, kur ke një arrogancë përpara, kur shkelet venimi i gjykatës kushtetuese, kur presidenti bëhet palë me mazhrancën, kur kryeministri organizon komplet grupe kriminale, edhe ti të dalesh me fjalën e famshët që nuk i bojkotosh zgjedhjet, jo, do t'i bllokosh zgjedhjet. Prandaj nuk e shoh shumë optimale këtë shprehje, thëmë drejtën, edhe të vetë zotit Berisha, pavarësisht se ai ka binje dhe nuk është normale që ti bojkotosh zgjedhjet thjesht nga frika, por nga standardet, po, ti bllokosh ato. Si do të ndryshojnë standardet e opozitës për të bërë pjesë e këtyre zgjedhjeve? Çfarë duhet të ndryshojë? Po diskutojmë që janë shumë standarde të cilët janë shkelur. Nëse kemi dalë nga zgjedhjet parlamentare të manipuluara me vrejtje pa fond, me prova dhe me fakte, madje as OSBE-u deri akoma nuk kanë bërë publik raportin final të tyre ka probleme që kanë të zgjedhje, SBA-t akoma s'kan një fjalë për këto zgjedhje. Pra duke parë në këtë kontekst ne kemi një mal problemesh përpara që asnjëri prej tyre nuk ka marrë zgjedhje, asnjëri prej tyre nuk është diskutuar që si do ta tejkalojmë, si do ta anashkalojmë këtë realitet. Do t'i futesh prap në zgjedhje dhe prap me të njërin tok fjalë që u vjedh dhe në u blen me fjalë, kjo domethënë është kthehet një opozitë më tepër çaramane se sa një opozitë që kërkon vëmendje, që merr përgjegjësi, që i del për zot të votës, vendit, vetes, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Por për tek saj është tjetër procesi që do të vazhdojnë, që nuk mund ta thuash fjalën e parë. Nuk ka arsye sot që pa nis akoma fushata, je me një problematikë shumë madhe përpara edhe deklarosh që nuk do t'i bojkotojmë zgjedhjet. Pra i jep kundërshtarit tënd një armë që sidosi të sillet ai, ti do të jesh aty në zgjedhje si çapi te kasapi duke pritë ndëshkimin e radhës. Edhe kjo nuk është shumë tok fjalësh inteligjent që përdoret shpesh, nuk e kuptoj edhe arsyeën edhe pa dogan nga lideri i opozitës zoti Berisha në këtë rast. Opozita do ta ketë presionin maksimal. Po do të shkojmë zgjedhje, po diskutojmë që opozita aty ka vendin, është kauza vet. Por nëse s'ka standarde, nëse kjo mazhrancë sillet edhe do të bllokoj, është fare lehtë, madje në të zgjedhjet e pjesshme apo qoftë edhe për Tiranën ta bllokojnë, ta provojnë që Rama nuk mund të organizojnë zgjedhjet pa opozitën. Kjo është shumë e rëndësishme, pra që ai të futet me një lloj frike, me një lloj panikut që po kjo opozitë sot po mendon edhe për fatet e veta, edhe të votës, edhe votën e qytetarëve, edhe për standardet. Pra kjo është shumë e rëndësishme një përgjegjësi institucionale. Opozita nuk flet, zoti Berisha nuk e thot qartë asnjë pjesën e tij se cilët do të jetë çësia e opozitës përballë këtij kryeministit arrogant. Ti kryeministri i ka shpall luftë votës. Çfarë nuk i bujton zgjedhjet, cila është kjo? Çfarë është kjo arritje? Që thjesht ti deklaron që nuk do t'i bojkotosh zgjedhjet, do të njohësh rezultatin, apo nuk do ta njohësh edhe s'ka rëndësi si parlamenti që vazhdon me gjithë ato probleme që ne patëm.
Pra duke parë në këtë kontekst, okej, procesi është normal, pavarësisht edhe ky një procesi do të jesh i qartë, partia më e madhe e opozitës do të jetë e qartë që kandidati do të jetë politik apo apolitik, bisedat me partitë politike do të nisin përpara, marrëdhëniet politike do të jenë të qarta, pra është e pafalshme se s'ka akoma një tryezë të partive parlamentare duke i ftuar ato të tjerë që do ta ndajnë veten. Janë opozitarë apo s'janë opozitarë, edhe ato sot që janë në kuvendin e Shqipërisë. Pra në këtë aspekt s'kanë bërë asnjë hap konkret për ta kristalizuar opozitën që vota është e qytetarëve, se nuk e ka njëri monopolin e votës më. Edhe këto trimat që bëjnë që janë ndryshe zgjedhjet parlamentare, janë ndryshe zgjedhjet lokale. Qytetarët ka një votë opozitare. Pra për të emrave, nuk mund të ketë asnjëri për këtyre kryetarëve të partive edhe të reja, ato vota që i jepen për një moment tjetër, që mund të ketë një zhgënjim mas 3 javë, si ka shumë zhgënjim për tyre, për sjelljen, për qasjen, që bën që pronarët e asaj vote. Vota qytetarëve lëviz gjithmonë. Pra mund t'jetë një votë ndëshkuese edhe për ato vetë që e konsiderojnë, por edhe për të majtën, edhe për opozitën, pra gjithanej, aty është gjykatësi më i madh. Është tek vota e qytetarëve që opozita duhet ta dinë, ta nuhasin, ta përkthejnë mirë këtë realitet, dhe është e pafalshme që akoma sot partia më e madhe e opozitës nuk e ka të qartë që si do të jetë qartë profili do të jetë kandidatë vet. Pse në atë papritur në këtë. Pse do të hapet ky? Drejt dikur dakord që do të jetë një profil pak më apolitik që t'i bashkojë, apo një figurë përbashkuese që mos aderojë në një parti, por nuk është frondi i lagjës kjo. Kjo është nxjerrje politike. Kryetari i bashkisë do të ketë një mandat politik. Kryetari i bashkisë në këto 30 vjet ne ka qenë në figurat kryesore të partive politike. Pse se ka një program mbrapa, do të ketë një armat shumë madhe, do të ketë departamentet që e mbështesin, do të ketë këshillin bashkiak që e mbështesin. Pra kjo si ide që të jetë apolitik nuk është gjetje, por marrim dhe qasjen e Partisë së Lirisë. Nuk jam kundër asaj, po do ta kesh qartë që do të bësh sondazhe, do të shihë se si perceptohet, se si është realiteti, se cila është më mira, a do ta mbështesin qytetarët një kandidatur të tillë. Që edhe qytetarët e kuptojnë që kjo është një garë politike, nuk mbështesin një kandidat sado, se në përfatin e keq nuk kemi edhe këto emra përbashkos të mëdhenj. Ja, do kalojmë edhe tek emrat të tjerë që mund të jenë lakuar në studio televizive, por edhe në korridore, por në fund nuk u konkretizuan. Po problemi janë që nuk kemi një emër që ka ngjitë kauza, që ka respektin e qytetarëve, që ka punuar fort për interesin publik, do të ishte shumë rëndësishme të kishin të padiskutim që t'i kalojnë kandidatët. Për disa emrat i pastaj. Të më artikulosh vetëm të bëj pjesë bisedës dhe të Blushin që në bashkohet këtu në studio, sekretari përgjithshëm i Partisë së Lirisë. Faleminderit që jeni me ne. Faleminderit. Një ndër eksponentët që ke qenë në takime me frontin opozitar sa i takon emrit përbashkues që po mendohet apo plotson kriteret siç i keni vendosur ju si opozit për të shkuar në këto zgjedhje të paktën për Tiranën, ku gara do të jetë patjetër më e vështirë. Kemi dhe një mbledhje në mos gaboj në Partinë Demokratike në orën 13. Kur mund ta kemi emrin konkrete? Jemi afër finalizimit? Në fakt jemi pak të vonuar, sepse emri duhet të dalë sa më shpejt, përsa kohë tani vullneti i shprehur dhe nga drejtuesit e partive opozitare është i qartë që ne nuk do të lëmë asnjë terren bosh dhe asnjë hapësirë bosh Edi Ramës. Ne do të jemi pjesë e kësaj gare. Unë i refuzoj të drejtën vetes për të përmendur emra në studion tuaj, përsa kohë ne dhe si forcë politike kemi bërë të qartë qëndrimin tonë që duhet të jenë kriteret ato të cilat duhet të na çojnë tek emri, dhe shpresoj që sa më shpejt të publikohet kandidati nga Partia Demokratike, i cili sigurisht do të ketë mbështetjen e plotë Partisë së Lirisë dhe strukturave të saj. Do të ketë hatërmbetje në momentin që mund të jetë një emër i artikuluar nga njëri front, nga njëra parti, por që mund të jeni dakord ju me, mund të themi, me gjithë ato kriteri që i plotëson, por emri mbase
ju vë edhe në diskutime këtë kemi shprehur negociat? qartësisht qëndrimin tonë, nuk komentojmë asnjë emër referuar atyre kandidaturave të cilat janë shpallur, janë publikuar apo janë vetë shpallur si kandidat për Bashkinë e Tiranës. Jemi të bindur që kur çdo kandidat i opozitës përballë një kandidature si ajo që ka prezantuar Edi Rama, sigurisht është një kandidaturë që do të ketë një përgjithësi të qartë morale, të padiskutueshme, dhe besoj që me publikimin e emrit nga Partia Demokratike ne qartësisht do të mbështesim atë kandidat që në vlerësimin tonë do të jetë kandidati i cili i plotëson ato kriteret të cilat Si është prerë në emra? 3 emra kanë dalë, janë publikuar: Çepani, Haçkaj dhe zoti Hasimja, 3 qytetarë, mund të themi, që në fusha të ndryshme apo në spektra të ndryshme kanë patur kontributin e tyre. Kush më shumë e kush më pak? Këto janë vetëm 3 emra të publikuar. Ka dhe të tjerë? Ka dhe emra të tjerë që janë diskutuar, por që unë nuk mund të... Do jesh aq hermetik? Nuk mund të komentoj, sepse kjo është një tagër i Partisë Demokratike, e cila si forcë udhëheqëse e koalicionit tonë, besoj ka të gjithë mbështetjen për të prezantuar edhe kandidatin. Është tepër dhe harxhim kohë në vlerësimin tim të komentojmë disa emra për sa kohë... Refuzon ti artikulosh fare si emra në studio, emra që përmendon? Refuzoj sepse është një debat i cili besoj shumë shpejt do të marrë fund dhe shumë shpejt do të kemi emrin e kandidatit, dhe shpresoj që të mos vonojmë më në këtë proces, për sa kohë çdo ditë, çdo orë që kalon është një orë e humbur dhe një ditë e humbur. Pra në orën 13 që është njoftuar dhe mbledhja në kampin opozitar apo në Selim Blu, mund ta kemi të artikuluar emrin? Këtë nuk mund ta them, sepse nuk kam informacion, por qëndrimi që më bëra të publik është pikërisht ky, çdo orë që kalon është një orë e humbur, kështu që sa më parë kandidatin sa më parë të prezantojmë dhe të mbështesim fuqimisht. Meqense zoti Ndoka nuk ka qenë në këto diskutime, besoj je pak më i lirë për të artikuluar apo për të nga një mendim. Si laftuar ju në negociata? Nuk e dija këtë. Ke qenë në negociata në djenin time? Jo. E kam të saktë informacione. Haçkaj, Hasimja dhe zonja Çepani, kush mendon se mund të jetë figurë pak më përfaqësuese nëse do të lakohen apo do të vërtiten rreth këtyre 3 emrave? Mendon se mund të jetë Haçkaj për punën që bëri për diasporën për Shqipërinë e lirë emri më potencial, apo duke patur parasysh edhe zonjën Çepani në angazhimin e saj, patjetër zoti Hasimja në sistemin arsimor, analitik dhe jo vetëm mund të jenë padyshim potencial? Për mu, Elira është një aktiviste që ka bërë emër, pra ka qenë prezent, goxha, gjithandej, edhe në aspektin e kauzave, në aspektin politik, ka edhe stofin e tillë, mund të ishte një prej emrave, pa i përshtuar dy tjerë, pavarësisht se nuk kam njojë personale me to, i vlerësoj në distancë për kontributin e tyre, por nuk i kam pa aktiv. Pra nuk është se... Aktiv, Haçkaj, jo ka qenë ai para zgjedhjeve, nuk besoj se ka qenë ndonjë eksponent tjetër që ka luftuar për votën e diasporës. Po diskutim që ka luftuar... Ka denoncuar çdo element që ishte dyshues, ka bërë gjithë takimin, fitoi betejën e kushtetuese për votën e diasporës. Ka dhe kontestime sot dush, se ne u ndeshkuam nga ajo votë e diasporës, ka kontestime për formën, për mënyrën, për fryrin e atij procesit, se si vazhdoj me tej. Pra, ne kemi një votë të diasporës të manipuluar, nuk është përgjegjësia e tij. Por ama ka kontestime edhe nga vetë Partia Demokratike, nga eksponentë të rëndësishëm të asaj partie për interferime të tjera, pra pa hyrë këtyre debateve. Po ai punoi paraprakisht që edhe betejën që fitoi në kushtetuese, që vota e diasporës ishte fakt. Bashkinë e Tiranës, mund të jetë kandidat shumë i mirë për kryeministër, por jo për Bashkinë e Tiranës, se kam fjalën, nuk ka një kaos, nuk është një emër publik për problemet që ka Bashkia e Tiranës, nuk ka qenë asnjëherë në krah të grupeve të interesit që kjo bashki ka shkel me kam, nuk ka qenë tek Unazare, tek familjet që janë prish shtëpitë në çdo cep të vendit, për 2-3 që u vranë, njëri nga papërgjegjësia e kryetarit të bashkisë, tjetri nga policia. Pra janë probleme sociale që një njeri që pretendon që ta marrë drejtimin do jetë prezent aty me ndërtu kaza, të jetë një zë shumë i fuqishëm. A mund të emrit të zotit Valliu?
Apo jo, e kishën e përgjithësi gjithë argumentin. Meqense ka qenë tek çështja e Astirit, çështja e Nazës, protesta para bashkisë për shumë muaj. E përmend si emër Manzore, si thon Topin. Ai është i vetmi njeriu në politikën edhe tek vetë PD-ja që ka ngrit kauza. Pra, Klevis Balliu është një person që ka ngrit një kauzë. Që ka shkuar aty është e akuzojnë bila shtri dhe të rrotet e makinave të policisë. Aty ka qenuar gjithë kohën me ato qytetarë, me hallin e tyre, me problemin e tyre. Tillë politikanë ndohen që ndërtojnë kaza, që janë përplasen me kosto shumë madhe. Se përplasesh aty ke probleme me kryeministin, ke probleme me pushtetin, ke probleme me bashkinë, ke probleme me oligarkët, ke probleme me grupet kriminale që kanë interesa që do të ndërtojnë aty. Pra nuk është e lehtë, se ne marrim kështu, se mund të bëjnë çdo politikan atë përplasje. Apo ajo luftë titanike që bën të Bashkia e Tiranës, që kemi edhe Blushin, që ka qenë pjesë e asaj, edhe kjo është për të luftuar. Që ishin disa protesta pa fond aty. Pse të mbrojtin interesin, në fundit interesin e publikut, qytetarëve të Tiranës për një kaos, i rezultoi që e fituan atë kaos. Pra, këto janë kauza politike që ngrihen. Ku janë të aktivista? Unë si kam pa në herë që të dalin aty. Edhe unë kam shku 7-8 herë, jo më tepër, se s'kam qenë shumë aktiv, por ama kam qenë prezant. E di se kush ishin ato personazhe. Unë thamë që ti kemi këto standarde, që ti vlerësojmë këto kontribute. Jo dalin emra nga qielli. Do t'jesh prezant në jetën publike. Ti je aktiv. Ja të marrim edhe qasjen e Blushit për emrin e zotit Balliu. Unë e vlerësoj zotin Balliu si një politikan kurajos, ndaj vlerësimet më të larta për atë si politikan dhe si deputet aktual i Partisë Demokratike, por nuk mund ta komentoj si kandidat dhe nuk mund të bëj le temi diferencën mes tij dhe kandidatëve të tjerë. Këtë mos ma kërkoni, por sigurisht që vlerësimin... Pse që distancuar nga artikulimet konkrete Partia e Lirisë, se nuk po flas vetëm zoti Blushi, por gjithë Partia e Lirisë. Ne kemi një qëndrim shumë parimor, shumë të drejtë, janë kriteret... Pse qëndrimet e zotit nuk tha kush që janë parimore? Unë i vlerësoj, por dua të argumentoj... Nuk në hynë punë dhe mërëshve të partisë tjetër. Jo vetëm aq, por ne mendojmë që janë kriteret ato të cilat... Po për aq sa jeni thirrur, jeni ftuar, edhe për të propozuar, edhe për të vendosur për kriteret. Ky ka qenë qëndrimi jonë, sepse është në tagrin e forcës kryesore opozitare, pra Partisë Demokratike, forcës së parë dhe udhëheqësit koalicionit, për të përzgjedhur emrin. Por sigurisht, deri në përzgjedhjen e emrit, duhet të jenë ato karakteristika, ai profil, ai identikit i cili do të na çojë sigurisht emrin, ndaj i refuzoj përsëris të drejtën për ta komentuar zotin Balliu si kandidat për kryetar të Bashkisë së Tiranës, por si politikan sigurisht ka vlerësimet e mia më të larta për të. Ndoka, mendon se mund të shkojmë drejt këtij emri për aq kohë sa po shohim edhe se në mënyrë kategorike kur lexohet në rrjeshta Partia Demokratike mund të jetë ajo që do të vendos. Po distancohet zoti Blushi, janë distancuar dhe të tjerë për të artikuluar një emër që mund të vijë nga radhët e Partisë Demokratike. Sa ngjasa që të shkojmë te ky skenari, që mund të jetë zoti Balliu, por distancohen derisa të kemi verdiktin final të emrit. Është normale se s'ka si gjatë keqe. Pra, peshën kryesore të këtyre zgjedhjeve ka Partia Demokratike. Madje Partia Demokratike mund të organizonte edhe një proces primarish, që s'ka si gjatë keqe, si partia më e madhe. Do dëmtonte më shumë. Kishte një konsulte se dëmtonte fare, përkundazi. E bëri një proces primarish. Po, e bëri një proces. Dhe nëse do dilte një eksponent më i votuar, i mund të zgjidhin të tretin në radhë, do shkaktonte prapë pak kënaqësi. Nëse po i shmang Partia Demokratike këto. Është tjetër procesi për zgjedhjet lokale, është tjetër për zgjedhjet parlamentare. Se po diskutim që zgjedhjet lokale kanë një interes akoma më të madh, është një skemë e qartë, është një test që bëhet tek antarësia dhe kjo unë besoj që është domosdoshmëri. Por Partia Demokratike do të hapte procesin kohë më parë që të merrte edhe emenimin e alatëve, që të ishin qartë, që do të rendim gjithë për një kandidat politik, që edhe ne të kishim një lloj aksesit, duke zgjeruar edhe pjesën e primareve, edhe me partitë e tjera alate, me strukturat e tyre drejtuese, pra ka forma dhe ka mënyra për të bërë një gjë të tillë. Pra këto bëjnë një hap, tërhiqen mbrapa. Pra kjo krijon një lloj çuroditje, që nuk është se
ka një lloj taktike, që të kishte taktik, po e mirë kuptojmë. Unë thëmë që përgjithësia është përgjithësi shumë e madhe Bashkia e Tiranës. Nuk mund të lehet Bashkia e Tiranës, kështu që hajde të kërkojmë emra, hajde të kërkojmë propozime. Për shkak se patjetër është kryeqyteti, përqendrimi më i madh i popullatës, numri shumë i lartë i votuesve, apo për shkak se është një zonjë, është zonja Manastirliu, kur e dim se si procedon në terren, për mënyrë se si qaset në fushat, aq më tepër që në një kohë që po mendohet nga fronti opozitar një emër përbashkues dhe presim të kemi verdiktin final, mbrëmjen e kaluar u ndan dhe grupet e punës në zonat e ndryshme të Tiranës. Pra ka nisur puna. Kjo nuk diskutohet që nuk është se s'po punon Partia Demokratike, se Partia Demokratike ka strukturat e veta në terren, i ka grupet e punës të organizuar, pra është e njëjta gjë. Ne kemi 3 avantazhe kryesore. E para kemi kandidatin më të keqëmundshëm të Partisë Socialiste, që është një figurë e konsumume, është një figurë që ka drejtuar për 5 vite Ministrinë e Shëndetësisë, që ka hap gropa jo vetëm korrupsionit, por edhe keq menaxhimit deri tek jetë njerëzish, siç është onkologjiko, dhe kjo është një krizë shumë e madhe, krim madje mund të them mbi shtetin publik. Ka keq menaxhuar Covidin, pra ishte menaxhimi më i keq se edhe në kohën e Covidit vallën. Se Covidit besoj që han diskutim tjetër për shkak edhe të pandemisë, mënyrë se si erdhi janë shumë gjëra, po problemi se nuk kanë ajo se këto edhe me Covid edhe me këto Covid patën skema korruptive, pra edhe aty patën mungesë të transparencës, patën me gallëmoni. Pra nuk folën gjuhën e morën to politikisht për me drejtu, një kohë që ishte shumë profesionale. Pra këto morën një kohë shumë madhe, edhe kjo zonjë i ka ato nga kesa mikorriz. Si mëzgjykimi tim është kandidati me keq i mundshëm që kishte Partia Socialiste, por është e besueshme e momentit e Edi Ramës. Se edhe e vetë se donte, se edhe e vetë surprizu kur e ngjoj emrin si kandidate. Se pastaj pjesa e dytë është një konsum jashtëzakonisht i madh i kësaj mazharance, se qytetarët mund t'i bëhet presion, mund blehen disa vota, mund organizohen grupet kriminale, oligark, por prap ka një lloj lirie dhe kërkohet një lloj shpagimit me votën e tyre në të zgjedhjet lokale, që ka ndodhur gjithmonë kjo, se nuk është puna se ndodhi edhe herë tjera. Ka fituar Partia Demokratike në 92-shin fitore spektakolare, shfut zgjedhjet lokale dhe ka marrë një goditje për konjunktura, për ndryshim realitetit, njëjtën gjë ka ndodhur edhe me Partinë Socialiste, ka fituar pushtetin, ka humbur zgjedhjet lokale, e njëjta gjë mund ndodh në një sistem normal. Pavarësisht se ne kemi disa pengesa, pra edhe ky është avantazhi i dytë, që qytetarët kërkojnë një lloj shpagimit për se këtu është bërë jeta më vështirë, këtu është bërë një teatër me Bashkinë e Tiranës, se ka një vit që kryeministri tallet, një ditë e mbron njërin, një ditë e mbron tjetrin, bën vetë rolin e kryetarit të bashkisë, ka një këshill në terror të bashkisë, pra edhe kjo është një vlerë shtur për opozitën që ka një mundësi. Pastaj pjesa tjetër është një test që Rama nuk është sikur ka qenë një muaj përpara. Mund dalin dhe më mirë me Tiranë, këtë nuk e dim. Po, Rama e ka një zarf në zyre, që nuk e kishte përpara 2 muajsh. Çfarë zarfi? Po, e ka një zarf nga Shebraja. Si mund ta lexojmë këtë? Mund ta lexojmë pe batutën e Kopenhagenit, të Ramës, që çuditi botën. Nuk ishte gafa jo, a ishte regji. Pra Rama e kupton që do t'jetë shumë shpejt në ngrada. Se është i njëjti zarf që ka pas Berisha. Berisha e kishte në tavolinë e tij, po nëse kemi ditë. Pra asnjë që të afërt Berishës nuk e kanë ditë. Edhe të Ramës nuk e din. Por ama fakti është që ai e ka. Edhe çfarë e kupton të shka të rrugë, çfarë do të bënte me standardin që ky përdori kundër Berishës, do t'japin ndërheqjen. Në momentin që ky ja bëri këtë, që përshpejtohet, thjesht e përshpejtojnë procedurën e Trumpi me këtë batutën që bëri. Atëherë ky mendon cila do të jetë alibia që standardi Berishës do t'japin ndërheqjen, do t'ikon. Tash ky do thonë jo, se për asaj batutë që bërën atje, po më ndëshkojnë to. Por është një realitet tjetër që Sali Berisha nuk pat dosje, pati copa gazetash për ndëshkim, nësa ky ka 4-5 dosje për Velosit që nuk mund ikon asaj me alibi, se s'mund ta mbrojnë to kazanat e tij për çdo natë, se ky alibin e ka për ato. Pra kanë filluar këto që
do të nënshkojnë Shebaja që u tallë ky lartmarrëdhia me Trumpin. Se Trumpi ta se ndjen se Trumpi u trall me presidentin e Francës. E la si legend i qerekorit të pritë në paradhom. Gjithë ato lidhet e asaj, që kjo është një problem shumë i mprejtë global, është një konflikt Sheba-Europë. Edhe ky përpiqet tash që të bëhet palë me Europën, me Sorosian, se kuptohet që ky s'është se ka se ajo kryeministja daneze ja hoqi dorën ai tha, i mingop me këto batutat tuja pa krip. Pra, apo i presidenti i shkretit që ishte në ciklet kur e detyronte për me çeshmezor. Pra duke parë këtë skem, unë e lexoj krejt ndryshe, që Rama e përgatiti me regji, që tash jemi qetë sot e shikojmë mënyrën e tij, komunikimin me mediat, që ata janë gjëra konfidenciale, pra ky e bëri në atë mënyrë që ky lajm dalin, që me e përdorë si alibi, e kuptonte që megjithëse nuk e mori mendje që do ta shkapërcejnë oqeanin as shpejt, duke u kthyer në virale, duke e përdorur edhe kundërshtarët e Trumpit, edhe kjo është dramë shumë më e madhe, se te Trumpi, te mendja e Trumpit shkon kur e përdorin kundërshtarët e tij, se sa batuta flasin liderë pa peshk në globit, ai nuk merret me ta. Por problemi është që kjo ja përshpejton Ramsaranin e tij. Kështu që mund të kemi surprizë edhe në zgjedhje, mund të jetë avantazhi i opozitës. Parashikimet për rënien e Ramës kemi bërë prej vitesh në këtë studio, asgjë nuk ka ndodhur. Gjithmonë kanë qenë to. Se nuk janë parashikime kot. Parashikimet dhe teza që hidhen, por ndërkohë vazhdon një mandat të katërt, një mandat qeverisës, ndërkohë që ne flasim për emrin e Partisë Demokratike, pak minuta para se të futeshin në transmetim, po punonte për sektorin e situatës së zjarreve në vend për ta parafruar me çështjen e Bashkimit Evropian, janë diferenca të mëdha. Janë bërë 6 muaj përpara që të ndrojë kjo administratë. Pra edhe administrata demokrate e ka pas një plan. Edhe këto nuk janë fantazi, thashë theme, por janë një realitet që Rama kishte bërë as gafa, as gabimi në raport me Shebahan, sa edhe këto demokratë e majt kishin përgatitur planin për me ndëshku, për me largu. E qartë. Të marr pak një element sa i takon çështjes së zotit Meta. Ke patur një konsult besoj para prake për emrin që ke propozuar, mos më thuaj emra konkret se e di që jesh radikal në përgjigje, por ke patur besoj një bisedë para prake, një konsult me zotin Meta për frymën e Partisë së Lirisë, çfarë kërkon ajo? Unë nuk po them në studion tuaj një të pavërtet, ne nuk kemi propozuar asnjë emër, dhe ky është fakt. Pra këtë qëndrim që ne po mbajmë dhe kemi mbajtur publikisht, kemi mbajtur edhe në tryezën e negociatave, pra jemi orientuar thjesht dhe vetëm për kriteret. Sa i përket konsultës me zotin Meta, sigurisht jam në komunikim të përhershëm me të, është në dieni në kohë reale të çdo zhvillimi që ndodh dhe besoj kjo nuk përbën një element surprizë. Sa janë gjasat Lushej që të kemi një lloj dakordësie mes Partisë Demokratike dhe Partisë Mundësia, për te zotit Mediu, zotit Bjushi që jeni ju, apo edhe zotit Duka nga Partia Agrare Ambientaliste, në gjithë bisedat që mund të jenë bërë. Pra, duke ditur mënyrën se si qasen dhe ideologjit që përfaqësojnë politikën e vendit tonë. Në fakt, ka vetëm një element që mund të përbashkojë të gjithë partitë që janë opozit, dhe kjo është pozicionimi qartë në betejë kundër Edi Ramës. Kushdo forcë që është e sinqertë në raport me opinionin publik, që nuk bën pirueta, që nuk komunikon në mënyrë underground me mazhorancën, sigurisht që është e mirëpritur në një koalicion që në radhë parë do të jetë koalicion jo thjesht dhe vetëm partish politike dhe jo thjesht dhe vetëm individesh, por një koalicion vlerash përballë një regjimi i cili qartësisht edhe në këtë garë nuk kandidon një kandidate, ne nuk jemi përballë me Ogerta Manasiliu, sepse cilido kandidat që do të garonte përballë saj në rast se do të kishim një proces apo garancit që do të kemi një proces zgjedhor të lirë dhe të ndershëm, pa diskutim që do të ishte një kandidat fitues, jo vetëm për barën e rënd të skandaleve që mbart Ogerta, por edhe të faktin që nga po vjen Bashkia e Tiranës, pa po vjen pas 1001 skandalesh, aferash, lidhjesh të faktuara edhe nga shërbimet partnere
pra tani më publike me botën e erët apo me trafikun ndërkombëtar, kryesisht me ndragjet në Bashkinë e Tiranës, por mbi të gjitha kemi një bashki e cila falë drejtimit tani më ish kryetarit të bashkisë Erion Velia u kthye në simbolin më të urryer të krimit dhe të korrupsionit në vend. Çdo pozitimi sa janë gjasat, jo, do marr vetëm një element. Sa janë gjasat që një votues në Tiranë i partisë Mundësia t'i drejtohet kutive të votimit për të votuar një kandidaturë që vjen nga kampi, nga vetë opozita apo Partia Demokratike, ose thënë ndryshe, sa janë gjasat që një i djathtë simpatizant i flakt i Partisë Demokratike të votojë një kandidat që do të lexohet në fund se është i Partisë Mundësia apo i opozitës apo edhe i fronteve të tjera. Unë nuk mund të komentoj se çfarë do të bëjë një forcë tjetër politike, por ajo çfarë mund t'ju them qartë është fakti që përballë një mazhorance e cila qartësisht e ka faktuar se është armike e interesit publik, jo vetëm e lirive dhe drejtave të njerëzit, por është armike e taksave të tyre. Kemi sot një bashki e cila edhe pse nuk ka kryetar bashkie, i vjedh nga mëngjesi në darkë qytetarët e Tiranës, për sa kohë afera e senatorit vijon, për sa kohë aferat e tjera në këtë institucion vijojnë, çka na provon edhe një herë se nuk ka qenë vetëm Erion Velia, por sigurisht aferat vijojnë të jenë të marrin jetë, të marrin frymë, sepse në to është direkt i përfshirë Edi Rama. Ndaj në zgjedhjet e afërta, pra të parakohshme në Bashkinë e Tiranës, por dhe në bashkitë e tjera, por kryesisht në Tiranë ne do të jemi përballë me një makineri gjigande shtetërore e cila ka shkallmuar, siç e provoi qartësisht edhe në 11 maj, ka shkallmuar qartësisht standardet e zgjedhjeve që nuk mund të garantojë kurse një proces të lirë dhe të ndershëm apo dhe të barabartë. Lushim, kemi dhe një që është faq mbrëmjen e kaluar në garën për Tiranën, Arlin Qorek, që kur zoti Noka doli në konferencë për gazetarët, kur ishte takimi i parë në Selim Blu, dhe mënyrën se si rodhi gjëja që po mendohet për një fytyrë apo për një figurë apo për një eksponent përbashkues, kishte vit kuqe për partitë jo parlamentare dhe për partinë e zotit Qori si, më themi, ekstrem i majt. Ndërkohë mbrëmjen e kaluar shfaqi kandidaturën me emrin e tij. Mendon se do të marrë vota nga fronti opozitar? Unë do të bëj konsiderat edhe si ish kryetari i grupit të këshilltarëve të Partisë së Lirisë në Këshillin Bashkiak të Tiranës, ku partia e zotit Qori përfaqësoi aty me këshilltar dhe më vjen keq të konstatoj dhe ta them që kjo, pra përfaqësuesit e kësaj force nuk kanë bërë asgjë në atë institucion në funksion të interesit publik. Pra praktikisht ka qenë një forcë e cila i ka patur mundësinë, madje kanë qenë ftuar disa herë jo vetëm nga grupi ynë, por edhe nga grupi i këshilltarëve të Partisë Demokratike për t'u bashkuar nismave për uljen e taksave të qytetarëve të Tiranës, për uljen e tarifave, për heqjen e një sër tarifave. Dhe nuk janë bërë kurrë abuzive. Pjesë me ju? U ftuan për të kontribuar në shkarkimin e Erion Velis me votë, u ftuan në protestat para këtij institucioni. Ka qenë një forcë e cila qartësisht nuk është bërë pjesë e asnjë iniciative në radh parë qytetare, sepse këto janë nisma që shkonin në interes të qytetarëve, nuk janë thjesht vetëm nisma politike, sepse të heqësh taksat abuzive, të frenosh sistemin e gjobvënies në Bashkinë e Tiranës, të kërkosh uljen e çmimit të ujit, kur ndërkohë sot Tirana ka çmim 40% më të shtrenjtë dhe qytetarët e Tiranës pahen për ujë të pishëm në të katër stinët. Pra këto janë nisma të cilat qartësisht shkonin në interes të qytetarëve dhe kjo forcë politike, këshilltarja apo këshilltari nuk më kujtohet tani, i partisë zotit Qori nuk as ka bërë debat në këshill, pa qartësisht ka qenë thjesht dhe vetëm një përfaqësues që nuk ka ngritur kauza dhe kjo më bën të dyshoj në seriozitetin e kësaj force politike përballë një mazhorante, qoftë edhe retorika e saj në vlerësimin tim që i shmanget thelbit të debatit, sepse sot, nëse duam të konturojmë fytyrën e së keqes në vend, është Edi Rama. Pra është një forcë e cila mundohet ta shmang debatit, oligarkët, jo, sigurisht që edhe oligarkët janë problem, por të mos harrojmë që oligarkët janë pjesë më poshtë në piramidën e kësaj makinerie kriminale shtetërore dhe këtij regjimi kriminal që ka instaluar Edi Rama, sepse ata fuqizojnë apo ushqejnë apo pasurojnë
nga Edi Rama është problemi, Erion Velia ka qenë deri dje, problemi në Bashkinë e Tiranës, nuk ka parë asnjë betejë serioze të kësaj force politike për të shëmbur këtë regjim, për të thënë të vërtetat troç dhe mbi të gjitha, dhe që në vlerësimin tim është edhe më e rëndë akoma, sepse ti ndoshta mund të pajtohesh apo të mos pajtohesh me disa qëndrime të qeverisë, kjo është vlerësimi politik i çdo partie dhe nuk hyn të komentoj këto qëndrime, por kur shoh që ti nuk ke bërë asgjë për interesin publik, nuk e bërë asgjë për qytetarët e Tiranës, nuk e marrë pjesë në asnjë protestë në mbështetje të qytetarëve të Tiranës, të cilët u shndruan në viktima të arbitraritetit të Erion Velis, atëherë këtu më sigurisht kam të drejtën ty dyshoj të mendoj në seriozitetin e zotit Ndoka. Emri i zotit Qori në këtë studio javën e kaluar nga Redi Musi, që është aktualisht deputet në Parlamentin e Shqipërisë, e takoi Lëvizjes Bashk, tha se edhe po mendohet që mund të dalun, pra të rinde ai mandatin dhe mund të bëjë një rotacion pasi ishte i dyti në listë dhe mund të kalonte edhe në Parlament zoti Qori. Provën e kaluar ndodhi e kundërta dhe shohim që është kandidat për Tiranën. Mund të përçaj vota apo mund të marr vota nga majoranca, por edhe nga opozita aq më tepër. Në këtë qasje që zoti Blushi më artikulon në studio që nuk është se e ka mbështetur opozitën në shumë kauza, kur në artikulimin e vet të zotit Qori, por edhe eksponentët e tij në publik janë kundër regjimit të zotit Rama siç ata e konsiderojnë. Alma, opozita është institucion, pra për të emrave. Po marrim një shembull që ky Alindi është i vogël, që tash ka hyrë vonë që thon politik, po për te asaj kohët. Lulzim Basha e ka fituar Bashkinë e Tiranës me emrin e tij, përballë Edi Ramës. Pra ky që është sot kryeminist është rraf nga viktima e Lulzim Basha. Pra ishte fryma, ishte vota e qytetarëve, ishte një realitet tjetër dhe fitoi Luli. Mos po që do kthehet Luli në skenën politike. Të mendojmë ne se këto vota janë personale, kam fjalën. Pra ky Lulzim Basha, që rrai këtë Edi Ramën, që ishte kryetar bashkie dhe me pushtete, me oligarke, me leke, me grupe kriminale, shumë gjëra të ngritura, e rrafi ky emër. Edhe ky emër, mas disa viteve, jo shumë larg, se nuk po i bëjmë një llogarit të saktë, po jo shumë vite, përfunoi me një grush votash. Pra votat nuk janë personale. Edhe Arlind Qori menon që i ka këto vota sa herë që del, do të bësh kaza, do të kesh moral, do të kesh drejtësi, ti drejtosh qytetarëve. Opozita është institucion dhe marrëdhënien e ka me qytetarët apo qytetarët parit, me ato njerëz që e duan kryeqytetin. Pa diskutim që Partia Demokratike ka defektet e vet dhe gabimet e saj me thas, që nuk ka një marrëdhënie koherente me alat. Qoftë edhe me Arlind Qorin, që ta ndajnë me të, je në opozit, që je në opozit, pra gjenë momente përpara se të vish të kandidat, për qëndrime qoftë edhe një tërez të partive parlamentare që unë se kam pa akoma. Do ta kemi këto? Nuk ka si, jo për zgjedhjet, për kam fjalën që edhe për parlamentin, për qëndrimet, për reformat kryesore. Si janë bërë dhe 3 grupe parlamentare se në opozita. kjo Partia Demokratike ka nëshu kodin që dhormë, ndëm të tyre. Pra e merë kjo Partia Demokratike një qasje, një angazhim për nëshimin e reformës territoriale, për nëshimin e kodit zgjedhor, dhe këto janë hapi parë që ti afron ato, dhe i kupton që a janë ato për reforma, apo janë një penge një agjende tjetër. Për marrim edhe Partinë Mundësia që e përmene. Pse kjo do t'i ketë të vota që ky kryetari i kësaj partie ishte deputet i Partisë Demokratike. Pra nuk u largun nga pikpamje, as nga qëndrime ndryshi, por nga një ego personale, të cilën e ka të kristalizuar edhe pri origjinës tij, pra tip narcisistit, e bleu mandatin me Lulzim Bashën, dhe pagoj 4 fishin e asaj çfarë i dha Lulit për me dalë vetë në Tiranë, apo me marrë 2 mandate. Por këto vota nuk janë çementuar me emrin e tij. Janë vota të qytetarëve që ka edhe të djathtë nga ana tyre, që e shohin historikun, realitetin dhe ndryshojnë qëndrim. Prandaj Partia Demokratike raportin e parë do ta ketë me qytetarët. Qartë. Duhet një përgjigje shumë shkurt. Probabilisht sa janë gjastat që Klevis Balliu të jetë emri artikuluar nga gjithë analizat që bën? Janë shumë, janë pak? Unë e njoh me rraj Klevis Balliun, kam edhe njojë personale me te, gjithë e parashikojnë që mendojnë që Klevis Balliu është në politikë se është djali i Fari Balliut. Mund tjetë
një arsye futja e tij në fillim, se gjithmonë ka një motiv për të se futur. katapultohesh politik. Ndërsa sot Lëviz Balliu ecën më mirë se askush tjetër tek ajo parti, me forcat e veta, me integritetin e vet, moral, politik, profesional, është një politikan i artikulum. E pam në çfarë replike majti. Replikët shifin tek cilësia e një politikani. Në parlament, po. Ajo është që një fjalë mund t'ja bëjnë edhe Fariu, bukur. Por problemi është se replike nuk e ka Fariu aty që me majtë, që në momentet sekonda që do të kesh mendjen, do të kesh forcën, kurajën, karakterin për të bërë një gjë të tillë. Dhe këtë format e ka të kristalizuar. Pra e ka tekalu madje Fari Balliun, edhe në menim politik. Me gjasa përmënyrën se si po më artikulon për emrin e tij, mund të jetë emri apo një ndër emrat më të bekuar. Do presim deri në orën 13 kur të jetë mbledhja në kampin e djathtë, nëse ditën e sotme do të artikulohet emri përbashkuesi dhe shkojë në garën për Tiranën. Do ka faleminderit shumë që ishe këtu. Kënaqësi, faleminderit. Lushi, shumë kënaqësi që bësh pjesë e Euronews. Shkojmë pak minuta në reklama, ndërkohë në pjesën tjetër të programit do të fokusohemi tek situata në Ukrainë, ndërkohë që një deputet e Frontit Opozitar na bashkohet në bisedë për të na dhënë ajo pasqyrën e saj sa jeta konstituatës së brendshme në Ukrainë, situatës së politikës, qasja me SBA-t, por edhe provokimet ruse për vendet fqinje.